Studio për një analist të zhvillimeve politike të ditës, Ermal, të falenderoj. Do ta nisim me zhvillimin e pak çasteve më përpara u zbulua nga dy CNN edhe dokumenti zyrtar i Partisë Socialiste për ndarjen e re territoriale. E thënë për qytetarët më thjesht nga 61 bashki që kemi aktualisht, numri do të shkojë në 46, pra 15 bashki do të shkrihen dhe krijohen 71 qytete dhe 387 njësi administrative. Është e kuptueshme në fakt, sepse edhe vetë mënyrë se si po qeverisë Edi Rama është drejt centralizimit. Pra gjatë gjithë kohës kryeministri Rama edhe mënyrën e qeverisës tij, por edhe mënyrën se si po e drejton vizionin e tij politik lidhet me centralizimin. Pra, ne tashmë nuk duhet të shohim vetëm që a duhet të jenë kaq bashki apo do duhet të jenë më shumë. Ne duhet të kuptojmë se cilat janë strategjitë që këto qytete mos të vdesin. Pra, kur ne flasim për qytete apo qyteza mos të vdesin, lidhet me cila strategjia që ka kjo qeverisje, se i bashkuan në qytetin e Patosit me Fierin, bashkuan me Maljen me Tepelenën, bashkuan Maliqin me Korçën, mos gaboj Klosin me Matin, Rogozhina me Kavajën. Do të thënë, këtu ne shikojmë dhe kuptojmë edhe një gjë tjetër që lidhet drejt për drejt që Partia Socialiste përgjithsisht i ha kraba nga vete. Dhe po të shikosh disa lëvizje që janë bërë aty, lidhen edhe me llogaritjet elektorale. Pra, ajo që ta bën syre që duket që Rogozhina me Kavajën. Pra, duke qenë se Kavaja është një bastion i djathtë, duke qenë se dihet që Rogozhina ka qenë historikisht një bastion i majt, duan të bashkojnë që të tentojnë të marrin bashkinë e Kavajës. Në anën tjetër shikojnë që për të forcuar më shumë edhe qytetin e Fierit, për shembull lidhet i vënë i çojnë Patosin që është historikisht ka qenë i majt, domethënë një herë ka fituar një kryetar bashkie atje që fatmirësisht nga PD-ja po them, ka qenë dhe mjek dhe ka qenë dhe mjeku im i fëmijërisë dhe është doktor dhe ai pak muaj ndënti në atë kohë në qytetin e Patosit. Kështu që ne shikojmë që për te këtyre lëvizjeve që bëhen, që janë të mirëfillta me llogaritje politike, ne duhet të shohim cila është strategjia. Ai shërben qytetarëve. Cilat janë planet për sektorin e bujqësisë. Këto zona që unë përmenda janë fusha bujqësore në tërësi. Si do negociojnë me fondet e IPARD-it që i vodhen, çfarë do ndodhi. Pra ne duam të shohim një plan, se ne nuk na mjafton vetëm a bën, se po të diskutojmë ne mund të kërkojmë edhe më shumë centralizim. Do më pak bashki dhe më shumë produkt ekonomik. Por në fund ne duhet kuptojmë cili është produkti që këto qytete apo qyteza të jenë rentabël dhe të jenë funksional. E vërtet. Sa kohë ne nuk po shikojmë një strategji që nuk lidhet me bujqësi, nuk lidhet me turizmin, nuk lidhet me komponentë të tjerë të rëndësishme. Apo të mbajë edhe qytetarët ata që kanë mbetur në këto qytete. Këto qytete në fakt, për shembull, nëse ne diskutojmë Poliçanin, për shembull, mund të them pse ja japin Beratit dhe nuk ja japin Skraparit. Çfarë diferencë ka? Relievi është njësoj Skrapar Poliçan. Dhe pse duhet ta marri Berati? Unë mendoj që ja japin Beratit për arsye politike të mirëfillta, duke ditur që Skrapari është i majt. Dhe si do balancojnë Beratin që ka mundësi dhe djathta ta marri, atëherë i çojmë Poliçanin. Pra, në këtë kontekst ky është çështja e diskutimit. Unë kam thënë shpeshherë, Partia Demokratike duhet dilte me versionin e saj. Patjetër. S'kemi para si version. Ata kanë shkuar deri te propozimi i numrave që thonë propozojmë 90 deri në 110 bashki edhe kthimin e disa komunave. Kjo është evazive. Pra, ne e dim shumë mirë që si thaj në kohët e sotme, gjysmë të vërtetat janë mashtrimet më mëdha të kohës sotme. Kështu që dhe Partia Demokratike duhet dali me planet e saj, me strategjinë e saj dhe pastaj ne hajde t'i diskutojmë këtu. Kush është varianti më i mirë? Kur ata nuk japin variant dhe thonë vetëm 90 dhe 100. Kjo nuk sjell asgjë. U nis një reformë për të qenë konsensuale, por vetëm konsensuale nuk ishte mes të dyja palëve dhe jemi te drafti zyrtar që socialistët e propozojnë një anshëm. E ka fatin e territoriales edhe reforma zgjedhore me këtë që ndodhi pak a shumë? Unë mendoj që
në këtë moment që ka ardhur situata politike, unë kam thënë shpeshherë dhe madje me ju kam qenë në diskutim kur kam thënë që Partia Demokratike duhet dali publikisht me versionet e saja. Edhe e dija mjaft mirë që Partia Socialiste nuk do ta pyeste, por janë disa gjëra që janë institucionale. Edhe ata e kanë patur vetë dyshimin që në fillim kur nisi kjo reformë, harta ka qenë gati në tryezën e socialistëve. Ata e dinë më se sa ne. Domethënë ne këtu nuk kemi as delirant që të bëjmë që kemi shumë informacion se ata, ne mund të kemi për ndonjë zhvillim ose ngjarje, po për çfarë lidhje drejt për drejt me zhvillimet politike, ata e kanë një panoramë akoma më të qartë për shkak të pozitave dhe për shkak të mundësisë që ata kanë për të aksesuar të informacioni i parë. Në këtë kontekst, këtu qëndron o një bashkëpunim i heshtur, që e kam thënë shpeshherë, që secili mban ato kaçubet e veta dhe interesat e veta, sepse minimalisht këta duhet dalin me strategjitë e tyre dhe pastaj janë qytetarë që i diskutojnë edhe i vendosin. Por këta duhet të jenë para opinionit publik dhe të thonë që ne kemi propozuar këto pika. Dhe jo ta lënë amulli. Është ajo që ujku mjegull do. Dhe Rama këtë kërkon. Dhe është e kuptueshme që me këto mandate, shikoj si i përgjigjet me arrogancë protestës, kam 84 mandate. Një protestë që ka 60 ditë minimalisht që është në shesh dhe ai përgjigjet me arrogancë dhe me prepotencë. Imagjinoj si i përgjigjet ai sot Partisë Demokratike që ka dy pika të rëndësishme, një që lidhet me çështjet e SPAK-ut, që janë kryetari dhe sekretari i përgjithshëm, por gjithashtu dhe me pikpyetjen e madhe, ai u shtequr non grata apo jo dhe cilat janë marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Dhe në këtë lloj momenti ai e di mjaft mirë që do t'u përgjigjet me arrogancë dhe do vendosë si çdo ai vet. Dhe kështu po ndodh, nuk është se ne po themi ndonjë gjë të madhe dhe ja do të analizojmë edhe marrëdhënien PDPS Rama Berisha, por më jep edhe idenë paralajmëron territorialja që edhe ajo zgjedhorja të ketë njëjtin fat. Ndaj ta thash, domethënë unë mendoj që do të ndodhi po e njëjta situatë. Pra, nëse këtu ka ndodhur ndryshime vetëm kur faktori ndërkombëtar ka ndërhyrë. Në momentin që faktori ndërkombëtar nuk ka ndërhyrë, se ka pasur ngjyrën blu kryeministri, se ka pasur ngjyrën të kuqe ose vjollë, se këta e ndryshme. Apo mavi, po vjollë, tash e vëllon. Këtu kanë vendosur siç kanë dashur ata vetë dhe nuk ndryshon as kjo pjesë. Pra, deri në këtë moment ne nuk kemi pa ndonjë reflektim të zotit Rama që të ulet e dëgjoj. Këta mund ta gjejnë gjuhën për SPAK-un, por për çështje të tjera nuk kanë për ta gjetur gjuhën. Edhe pse Bashkimi Evropian i ka kërkuar që këto reforma të rëndësishme ti miratojnë me konsensus. Në rrugën ku ne jemi atje për të antarësuar. Shpeshherë Bashkimi Evropian ka kërkuar dhe i ka parashtruar shumë kërkesa edhe mazhorancës dhe opozitës. Unë kam parë në kaq vite sa analizoj unë politikën që vetëm kur faktori amerikan ka ndërhyrë me grusht e hekurt, vetëm atëre kanë reflektuar këta. Me Europën këta e ka gjetur me gjuhë të butë, nuk reflektojnë dhe nuk duan të kuptojnë. Atëherë duhet të tremben kur të mbëri ambasadori i ri amerikan që na mungon prej shumë kohësh. Po, vetëm kur të vijë ambasadori i ri amerikan, se unë ta them me bindje pandi që ai nuk do të jetë vetëm ambasadori i ri amerikan, por po ta them në gjuhë metaforike do të jetë ambasadori i SPAK-ut. Kështu që në këtë kontekst, unë mendoj që vetëm atëherë mund të shohim reflektime të forta të klasës politike. Derisa pa ardhur ai dhe pa parë zhvillime të tjera, do shikojmë këtë tango në heshtje që këta bëjnë para syve të qytetarëve edhe mbyllin këto pazaret e veta ekonomike. Ja flasim për atë debatin tjetër të hënën, patëm 2 seancat e fundit të këtij sesioni dhe u propozua paradite marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas disa orësh u votua një anshëm për UAN $302 milion që ne do të marrim dhe do t'i përdorim në fushën tonë të mbrojtjes. Të dyja palët janë dakord me marrëveshjen, Partia Demokratike është kundër procedurës dhe ka gjetur 7 shkelje të kushtetutës dhe ka çuar në gjykatën kushtetuese. Ne kemi panoramën e madhe dhe Partia Demokratike tashmë kërkon që na flasi për panoramën e vogël, që është çështje procedurale. Çështje procedurale, unë jam njeri që mendoj të shteti së drejtës, mendoj që duhen ndjekur hapat procedurial, por ne duhet flasim për panoramën e madhe. A i intereson kjo Shqipërisë? Sepse dëgjojmë në për media që thonë ne nuk mund të bëhemi servili i Amerikës. Unë mendoj më mirë servili i Amerikës se sa servili i Rusisë apo i Kinës. Kështu që në këtë kontekst çfarë janë marrëveshje që lidhen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që përbëjnë interesa kombëtar
nuk duhet ketë asnjë ngjyrë politike, por duhet miratuar. Dhe ne duhet jemi me këmbë në tokë që Shqipëria sot, edhe për kontekstet historike dhe politike, duhet të mbajë fort marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi një pikë vogël në oqean. Patjetër. Në këtë kontekst. Pra, ne duhet të vijmë me këmbë në tokë, të kuptojmë që për shumë kontekste historike, politike, shumë shtete të fuqishme neve nuk na kanë dashur. Ne jemi viktim, po ta them në thonjza, edhe pa thonjza, ta them viktim, se jemi vetëm kom që rrethohemi nga tokat tona. Pra, s'ndodh ndonjëherë që harta jon rrethohet nga vëllezërit tanë që flasin poshtë shqip. Dhe po mos të ishte për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbase fati jon do të ishte akoma edhe më keq. Mund të ishim coptuar edhe më tej. Edhe më tej dhe mund të kishim fatin e kurdëve. Fatmirësisht, kjo nuk ka ndodhur. Dhe në këtë kontekst, edhe për zhvillime të ndryshme gjeopolitike, kur bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk duhet shikojmë arnat, por duhet të firmosim mbi interesat tona kombëtare. Dhe nuk ka asnjë gjë të keqe në diplomaci që të shikosh interesat. Po ta them përsëri, sidomos në këtë gjeopolitik që armët vendet të tjera tani fqije i blejnë sa në Rusi, sa në Kinë, jo është më mirë sa në Rusi, sa në Kinë, por unë ta them pandi me bindje të plot ti shiko se çfarë ndodh edhe me Serbinë, me qëndrime që ata kanë ndaj nesh, me deklaratën e fundit të ministres së Vučić. Kështu që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Pra, ne t'i lëm to sherret që bëjmë në këtë kakofonin mediatike dhe politike brenda realitetit ton dhe duhet shikojmë pak më gjerë. Dhe kur them më gjerë në kontekste gjeopolitike, edhe kontekste historike dhe fetare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë aleati jon më i rëndësishëm dhe ne me atë duhet bashkëpunojmë. Patjetër, çuarja e një marrëveshje të rëndësishme për Shqipërinë, këto para kjo huaj që do të shkojë për fushën tonë të mbrojtjes në kushtetuese, ana nxjerr disi keq ne me partnerin ton në Washington apo? Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk merren dhe nuk i shikojnë fare se çfarë bëjnë këta kultogofagët tan këtu në Shqipëri. Pra, po të ishte për mënyrën se si këta e kanë qeverisur vendin apo kanë vepruar edhe me shitjen e fotove me presidentët amerikan, apo ju e mbani shumë mirë mend edhe rastin e Bilalit, zotit Rama, se si u paraqit për takuar, mos gaboj, ka qenë president Obama në atë kohë. Pra, po të shikojmë, ata e dinë që mënyra se si ne veprojmë politikisht, po them aktorët politik, ka qenë cinike, ka qenë ileqare dhe ka qenë e dëmshme edhe për vetë faktorin shqiptar, sepse kanë dashur të shesin një imazh që ata nuk e kanë. Pra kanë dashur ta kenë si një ombrell mbrojtëse Amerikën. Dhe ne kemi parë mjaft mirë që mënyra se si ka vepruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë mbi interesa gjeopolitik dhe mbi interesat kombit shqiptar. Nuk ka patur të bëjë me kush është në pushtet majtas apo djathtas. Edhe mënyrën se si duan ta paraqesin, imagjinoje pandi duan të shesin një marrëveshje që bëhet për mos gaboj Sazanin të investimit të dhëndrit Donald Trumpit. Edhe disa servil të Rusisë apo të Serbisë apo të Kinës duan ta shesin sikur Rama këta i blen me një kontratë të tillë. Kjo është jo mediokër, po kjo është edhe e pisët, në mënyrën e diskursit. Në përbot, ke familje që i kanë ngritur pasurit me breza. Nuk kanë ardhur gjithë nga komunizmi, si që kemi ardhur ne, që për herë të pare pa në botën vitet 90, po them, kur na hapën kufit. Kur na hapën kufit që ra komunizmi, aty kuptuam se si vepron politika apo gjeopolitika. Diplomacia e botës ka me shekuj që vepron dhe ka mënyra tjera mace. Pra ne po them, në qoftë se nuk do të ishte për interesa gjeopolitik, ne sot nuk kemi çfarë japim as Europës, në Bashkimin Evropian. Pra Bashkimi Evropian sot që ne flasim funksionon me parimin e Ricardos, është teori ekonomike. Zhdukim pikat e dobta dhe forcojmë pikat e forta. Dhe ti sot nuk ke as ushtri, as bujqësi, as infrastrukturë, pra ti sot s'ke asgjë me çfarë negocios me Bashkimin Evropian, se edhe fondet që t'i dhanë ata për zhvilluar bujqësinë ti i vodhe. Fondet e i pardit. Diskutojmë mbi gjeopolitikën, mbi interesat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi luftën që bëhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britani, Kinë dhe Rusi. E vërtetë është. Dhe meqense jemi këtu, se çdo të ndodhi me gjykatën kushtetuese, me padinë e Partisë Demokratike, presim ta mësojmë se
kushtetuesja ikën me pushime dhe do jetë një histori vjeshte që do të merremi. Edhe PD-s dhe PS-s do njesin pushime, Edhe ata me pushime janë. Qëndrojmë edhe pak tek gjeopolitika. Ka patur debate shumë sot mbi deklaratën e ministrit të jashtëm të Serbisë Marko Đurić, që njoftonte që në një bisedim me homologun e tij shqiptar Ferit Hoxha kanë diskutuar hapjen e konsullatës së Serbisë në Shkodër kundrejt kërkesës së Shqipërisë për të hapur konsullatën tonë në Bujanoc, në një prej 3 komunave në jug të Serbisë ku janë edhe shqiptarët atje, por se sa është numri i shqiptarëve në jug të Serbisë në këto 3 komuna, që edhe po shpopullohen me serbët në Shkodër, është një diferencë shumë e madhe, 180 gradë. Nuk është vetëm 180 gradë, por është edhe akoma më thelbësore, sepse besoj që kjo bisedë është bërë kur Ferit Hoxha publikoi në rrjetet sociale foton me Gjuriçin që ishin buzëqeshur dhe aty bënte edhe atë deklaratën sa për të shplar gojen, domethënë që dënuam deklaratat e ministres serbe për Miloševićin. Ministres serbe për Miloševićin. Dhe në anën tjetër, nëse ne shikojmë është që cili është qëndrimi real që mban sot Ministria e Jashtme. Pra, po të analizoj, ne kemi deklaratën e ministres serbe për spastrim etnik në Kosovë, për vëllezërit tanë në Kosovë. Del kryeministri Rama thot ajo është një deklaratë dhe unë nuk merrem me deklarata. A thua ti se ministra serbe ishte një person do kudo dhe doli ju dha mundësia kapi një mikrofon dhe foli dhe kryeministri i vendit që është faktori kryesor për kombin shqiptar, që nga Tirana zyrtare lëvizën interesat e politikës kombit shqiptar, zgjodhi ta injoroj, që është e pakuptim. Në anën tjetër shikojmë që kryeministri Rama zgjedh apo diplomacia e qeverisë Rama zgjedh të fusi hundët në Maqedoninë e Veriut për goditur vëllezërit tanë shqiptarë aty dhe kemi parë që ka përplasjen me Izet Mexhitin e Vlenit shpeshherë. E ka përplasjen me Albin Kurtin në Maqedoninë e Veriut atje, se dy janë kanë nga një krah. Po, e ka në Albin Kurtin për influencat që ka, por njeriu që sot është më i fuqishëm politikisht nga Vleni është Izet Mexhiti në Shkup. Patjetër. Dhe në këtë kontekst shikojmë vim te pjesa tjetër tani që bëhet deklarata e Gjurić. Pra e para është që Ministria e Jashtme nuk ka një reagim për shpopullimin që po i bësh Preshevës. Pra, ti nëse në Preshev, edhe në të 3 këto krajina, lidhet me nëse ti nuk je, mos gaboj, prezent 3 muaj, ty ata fshin nga regjistri. Dhe këtu askush nuk reagon. Nga Ministria e Jashtme nuk kam parë ndonjë reagim. Dhe mbi të gjitha, ne shikojmë tashmë që kërkojnë të hapin një konsullat në Shkodër. Ne dimë edhe nga kontekstet, edhe nga lufta ballkanike që ka ndodhur, që gjithmonë në kontekste historike Serbia ka, domethënë po të them, e ka pasur ëndër të saj Shkodrën për të pasur influencën e vet. Dhe jo vetëm kaq në fakt, por dimë edhe mjaft mirë që sot në Shkodër mund numërohen serbët me gishta dorës dhe ti të hapësh një konsullat, ajo është dhe një shenjë politike. Pra, është dhe një mesazh politik mbi të gjitha. Dhe nëse ne vazhdojmë po përsëri në të gjithë kontekstin, në Bujanoc pjesa më e madhe e popullsisë janë shqiptare dhe është një drejtë legjitime. Ti nuk mund ta përdorësh si monedhë shkëmbimi Shkodrën kur vetvetiu ata e kanë të drejtë për të hapur konsulat. Pra Shqipëria sot ka të drejtë. Shqipëria është e vonuar që po e hap sot në 2026 konsullatën në Preshevë. Serbia nuk ka asnjë kontekst politik apo edhe më tej që të hapi një konsullat. Ja, kemi dhe shifrën, kemi 54 persona që thonë se janë serb zyrtarisht në Shkodër dhe 550 që kanë pranuar që nuk kanë pranuar të shprehen mbi përkatësinë e tyre. Po meqenëse jemi këtu, kemi edhe deklaratën e ministrit i jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, i cili ka reaguar pas deklaratës homologut të tij serb Marko Đurić për mundësinë e hapjes së një zyre konsullore në Shkodër. Zoti Hoxha sqaron se marrëveshja mbështetet në parimin e reciprocitetit, pasi edhe Shqipëria ka kërkuar hapjen e një konsullate të përgjithshme në Republikës së Shqipërisë në luginën e Preshevës. Ferit Hoxha sqaron se synimi dhe interesi i Shqipërisë është të krijojë më në fund një prani konsullore të përhershme në luginën e Preshevës për të qenë më pranë qytetarëve shqiptar atje, për t'i mbështetur ata në mënyrën më të drejtë për drejtë dhe për të kontribuar në mbrojtjen e interesave të tyre legjitime. Në vend që vëmendja të përqendrohet tek mbështetja që kjo përfaqësi do t'u ofrojë shqiptarëve që jetojnë atje, te forcimi i lidhjeve të tyre me Shqipërinë
dhe tek mbështetja më e mire të drejtave dhe interesave të tyre legjitime, debati zhvendoset tek hamendësimet mbi interesat e supozuara të palës tjetër, shkruan Hoxha, duke theksuar se politika jashtme nuk ndërtohet mbi emocione apo perceptime, por mbi interesin kombëtar. Ishte ky reagimi Ferit Hoxhës, ministrit i jashtëm të Shqipërisë. Në fakt, supozimet nuk janë se deklarata ishte e homologu tim Marko Gjurić dhe prej tij e morën vesh lajmin siç ne marrin vesh shumë lajme të tjera që lidhen me fqinjet apo me partnerët tanë, me thënë drejtën. Ta themi bindjet plot pa bërë këto populizma të shtradhtie pastër. Tradhtie pastër sepse Zoti Hoxha duhet në fillim të jetë i qartë kur ka të tilla marrëveshje, duhet na i prezantoj, duhet ta hedhë në diskutim publik, duhet kuptojnë se cilat janë përfitimet tona dhe nuk mund ta thotë si një shkëmbim reciprociteti. Diplomacia nuk është reciprocitet. Reciprocitet është ajo e luginës së Preshevës me serbët e Kosovës, po jo reciprocitet. Nuk është me Shkodrën. Me Shkodrën. Pra 50 veta dhe 50 janë shumë, po të them, i numëro me gishtat e dorës sa mundin. Të kenë ata konsulat. Ata mund të kenë të gjithë drejtat e tyre dhe ne dim shumë mirë që ne jemi një popull që askujt nuk i mohojmë të drejtat, se të tillë jemi formuar, por nuk mund të bëhen pa drejtësi të tilla mbi shqiptarë. Dhe ne shikojmë fakt që këta e kanë më të lehtë, pra e kanë më të lehtë të merren vesh me Vučić, me Gjurić, se sa e kanë super të vështirë të merren vesh me Albin Kurti, me Izet Mexhitin, ku do duhet flasim për interesat e kombit shqiptar. Dhe kjo është panorama që ne shohim sot. Është tragjike për faktorin dhe për kombin shqiptar, se ne duhet shohim që Tirana zyrtare, sepse këta duan ta anashkalojnë me faktin që është diplomaci. Diplomacia ngrihet mbi interesa, mbi përfitime. Dhe cilat janë përfitimet të shtetit shqiptar sot? Patjetër, jam shumë dakord Ermal me gjithë analizën që bëre. Kthehemi në Tiranë sepse por para se të shkojmë këtu, qëndrojmë dhe pak minuta tek kjo histori, se ishte edhe Pandeli Majko, ish kryeministri i Shqipërisë sot, që ka reaguar dhe është kundër konsullatës Serbisë në Shkodër, po ashtu edhe Ditmir Bushati, ish ministri i jashtëm, pra janë dy socialistë të vjetër dhe me peshë që kanë mbajtur edhe poste të rëndësishme, njëri ish ministri i jashtëm shumë vite, tjetri ish kryeministër, ish ministër i mbrojtjes, dhe janë njerëz që kanë reaguar me njerë mbas ti lajme dhe nuk mund të rinde Majko pa reaguar për mendimin tim, apo edhe Ditmir Bushati. Andi, di si qëndron problemi dhe mendoj që ky është problem thelbësor që ne kemi. I kemi si shoqëri. E kemi dhe nga mungesa intelektualve, por dhe nga mungesa e kurajos. Pra, secili prej këtyre aktorëve politik, që cilët kanë pasur një karrierë të suksesshme në opinionin publik, këta reagojnë vetëm kur largohen nga kampet respektive. Pra, nëse sepse unë kam shumë thelbësore koherencën. Pra, nëse ti më përpara i pyesje personat fjalë mbi zhvillime apo qëndrime, këta mbanin linjën e partisë. Pra, kjo që është sot, apo kjo sjellje e Edi Ramës, që është sot dhe nuk pyet për asnjëri, është ushqyer dhe nga këta individ. Fatmirësisht nuk di të ta them. Por sot nuk mund dali secili të bëjë dhe të reagojë kur këta kanë qenë njerëzit që e kanë ushqyer Edi Ramën, kanë ushqyer pushtetin e Edi Ramës, kanë ushqyer idenë dhe vizionin e tij politik, dhe sot na dalin dhe bëjnë sikur këta janë të lartë. Nuk lahen mëkatet me një të lartë lumit. Nuk kalohen me një status në Facebook, po më thua. Dhe jo vetëm me një status në Facebook, por këta duhet të jenë koherent, këta duhet të flasin mbi problemet pse këta prishën marrëdhënien me zotin Rama në fillim. Që ne kuptojmë që jemi jashtë kampusit tyre apo, cilat ishin arsyet dhe më pas këta na tregojnë dhe të reagojnë për tilla probleme. Ne reagojmë dhe ndihemi të shqetësuar sepse nuk ka një transparencë. Do ishim dhe nuk do reagonim kur dhe nuk do e qonim tradhti kombëtare kur, në qoftë se zoti Hoxha, ministri i jashtëm i vendit, do të dilte me një sqarim cilat janë përfitimet tona dhe pse ka bërë këtë marrëveshje. Por ne ta marrim vesh nga homologu i zotit Hoxha në Serbi dhe ne ta marrim vesh nga Serbia se çfarë do ndodhi me një konsullat të Serbisë në Shkodër, kjo është pabesi. Dhe pabesit kjo parti apo Partia Socialiste, në fakt, ka kohë që po i bën ndaj shqiptarëve. Kështu që unë mendoj që mbi gjitha këto reagimet janë zëra të cilat duhen përshëndetur, por nuk do thonë asgjë se reagojnë këta dy. Ne duhet kuptojmë dhe duhet të ndërgjegjësohemi që gjithçka duhet të vijojë dhe të prevalojë me transparencë.
Dhe nëse do të ketë transparencë, atëherë duhet mendojmë gjithmonë për kombin shqiptar. Nëse nuk mendojmë për Shqipërinë, s'ka për të menduar askush për ne pandit. E vërtet. Ja po kthehemi edhe një herë me zhvillimet politike në Tiranë. Si e pe këtë 7 mujor të këtij sesioni parlamentar që u mbyll ditën e hënë? Unë përmbledha me 2-3 fjalë nga sherret për DPS, nga bojkot, nga bllokim foltore, nga pakte kur kanë votuar marrëveshje të përbashkëta gjatë muajve të shkuar dhe 2 muajt e fundit kanë qenë me një situatë të paprecedent në këto 36 vjet, rrethimi i parlamentit nga protestuesit që janë në shesh, edhe vezë, domate edhe speca për plasje me policinë, sepse kanë patur qëllim të gjuajnë deputetët, ligjvënësit e atij parlamenti. Këtë parlament e kanë parë të varfër intelektualisht, e kanë parë të varfër në diskutime, këtë parlament e kanë parë në nivelin e shoqërisë shqiptare, dhe këtë parlament e kanë parë, ta them me bindje, një show dhe një tango e cila herë luhet në heshtje dhe herë luhet në fakt kur bie ndonjëherë drita. Pra, në këtë kontekst duhet të shohim dhe duhet të kuptojmë që ky është parlamenti më i dobët që ka pasur Shqipëria të paktën në këto 35-36 vite demokraci hibride, individ të cilët janë të paformuar, individ të cilët nuk artikulojnë dhe din vetëm të shajnë dhe të ofendojnë, dhe deputet të cilët kanë zënë vendin e gazetarëve sepse duan të merren me analiza apo të jenë tiktoker apo bloger. Dhe nuk është asnjëri prej tyre të jetë politikan dhe ne të dëgjojmë prej tyre cili është vizioni i tyre për këtë vend. Pra, neve na interesojnë si do ulet papunësia, neve na interesojnë si do rriten rrogat, neve na interesojnë cili do të jetë vizioni i Shqipërisë, neve na interesojnë cili do të jenë prioritetet e qeverisë dhe ne nuk kemi parë asgjë nga këto. Ose më falë qofse nuk e kam parë unë dhe më korrigjon qofse. Jo, nuk të kundërshtoj dot. Dhe në këtë kontekst ne kemi parë disa individë të cilët janë aty për kontekste apo për të shërbyer drejtuesve të partisë, secila perspektivë. Do të jap dhe një detaj, Marash Logu kishte nxjerrë në faqen e tij në Facebook një dokument, informacion zyrtar nga Kuvendi i Shqipërisë që nga 74 deputet socialistë që votuan pro marrëveshjes së UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarisht vetëm 19 prej tyre kishin nënshkruar deklaratën për t'u njohur me detajet e kësaj marrëveshje, që thotë shumica e tyre nuk e kanë lexuar para se ta votojnë. Po ta lexonin, unë besoj që s'do e kuptojnë, edhe kanë zgjedhur vetëm të jenë ushtar të bindur. Ne këtë e dim tashmë. Dhe ata vetë, po të shikosh në dalje mediatike, e pranojnë edhe thonë me krenari që ne jemi ushtar të partisë, ne kemi zgjedhur të bindemi partisë dhe nuk kemi pse habitemi, nëse mos gaboj 2015 ka qenë kur u hodh teza në Partinë Socialiste, e hodhi ish deputeti Blushi dhe tha këdo zgjidhje midis partisë edhe Shqipërisë, dolën nga Taulan Balla, nga Elisa Spiropali që bën sikur do ta reformojë dhe tha ne zgjedhim partinë. Ata e kanë zgjedhur rrugën e tyre. Pra, ata mendojnë që Partia Socialiste është më e rëndësishme se Shqipëria. Nuk kemi ne çfarë diskutojmë më me këta. Ne duhet diskutojmë që cila do të jetë alternativa dhe a e bën dot Partia Demokratike alternativë të shëndetshme. Në këtë fazë ku jemi, në këtë fazë ku jemi, unë nuk kam parë nga Partia Demokratike asnjë fjalim i cili në fakt të mobilizoi. Kam parë që protestat që ata thritën nuk mobilizonin dot askënd. Ishte një protestë e cila i sfumoi edhe Partinë Demokratike sepse ka 60 ditë në shesh. Dhe cila do të jetë alternativa, dhe kur flas alternativë flas mbi qëndrimet kryesore, SPAK, që është drejtësia, dhe me marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dy kolonat e rëndësishme. Dy kolonat rëndësishme. Kjo parti e cila u reformua sipas tyre, nuk ka akoma sot kurajo të thotë që si ka mundësi në Partinë Demokratike nuk shkel këmbë ambasadori. Se mirë ambasadori amerikan nuk ka ardhur akoma. Ambasadori britanik ishte i qartë. Nuk ka shkelur as ambasadori gjerman, as ai italian, dhe askush prej këtyre nuk guxon. Pra, po të shikosh ta janë dy pika të ngjashme në oqean, njësoj si të sillet PS-ja, sillet dhe PD-ja. Thjesht PS-ja ka pushtetin dhe përdor dhe mekanizmat e shtetit. E vërtet. Dhe ky është konteksti. Ndërkohë, në anën tjetër, pas gati 20 minutash do të kemi live Edi Ramën me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Pallatin e Brigadave, por edhe me kryetarët e komisioneve parlamentare, me njoftimin zyrtar që është, do të ketë një adresim publik për drejtuesit politik dhe kryetarët e komisioneve parlamentare me të gjitha gjasat mbi dokumentin Besa që e prezantoi edhe si refleksion të tij
për protestat 2 mujore në Shesh? Tani, ai është një kod etik apo moral dhe nuk ka asnjë vlerë ligjore. Mundet një kryeministër i një vendit të ketë kaq kohë të lirë pandi sa të merret me kode etike dhe morale, sa të merret ditë për ditë në rrjetet sociale duke bërë tiktokerin, duke bërë blogerin, duke sulmuar individët. Në fakt, aty ku ne aspirojmë, që është Bashkimi Evropian, unë nuk kam parë asnjë kryeministër të tillë të ketë kaq kohë të lirë sa të merret me rrjetet sociale. Pra, ti i jep paçavure në fakt shqiptarëve, duke qenë se i ke prerë në besë për çdo gjë. Pra, zoti Rama çfarë ka thënë? Ju tha shqiptarëve rilindje. E pasqyroi veten dhe ju tha njerëzve, unë jam nxënësi i Nolit dhe i Konicës. Ma shpjegon ti sot, si ka mundësi nxënësi i Nolit dhe Konicës, mori pranë vetes njerëz me precedent penal dhe i bëri deputet edhe kryetar bashkie. Domethënë, Noli dhe Konica edhe eshtrat nga varri, domethënë, nuk i zën rehat kur ky prezantohet si nxënës i tyre. Dhe ne shikojmë se si ky bashkëpunon vetëm me individ cilët kanë qenë me precedent penal dhe madje edhe ironizonte. Edhe me ish-kryetarin e Bashkisë Kavajës, thoshte sa emra keti, i thoshte. Për Elvis Roshin. Po. Kështu që në këtë kontekst, zoti Rama nuk ka mbajtur ndonjë premtim. Pra, ju tha shqiptarëve do të keni ujë, po të shikosh sot Tiranë është vetëm me depozita. Po të shikosh në orën 12 natës aty në komunë Parisit, hap qezmës ke ujë, duhet kesh depozita që të vi ujë. Kjo është histori që unë e përjetoj vetë për shembull. Pra, ky dokument që ai prezantoi është në kuadër të PR-it, vetëm aty po shikon. Dhe po them që një njeri që nuk e ka mbajtur fjalën për asgjë, nuk ka se si ta mbaj fjalën sot. Pra i ka mashtruar gjithmonë shqiptarët. Ju ka thënë do të sjell prosperitet për ju, i ka larguar. E shkruaj si një manovër për t'ia hedhur edhe kësaj proteste. Një manovër e mirëfill PR-it. Pra, zoti Rama, duke qenë se është një artikulues i Zotit dhe këtë s'mund t'ia mohojmë, ka zgjedhur këtë mënyrë duke përdorur dhe strategjitë e komunikimit, sepse e di mjaft mirë që është një terminologji në komunikim, duke qenë se unë jam dhe ekspert komunikimi, quhet amnezi sociale. Janë ngjarje që bivendosen dhe jeta e njeriut nga që ka shumë ngjarje dhe ka dinamizëm i harron. Dhe zoti Rama ç'a ndodh? Çdo një vit ose çdo 6 muaj ju prezanton një platformë. Ka qenë sy më sy, hajde flasim, ka qenë Shqipëria që duam. Pra zoti Rama përdor çdo herë metodologji, po këtu sa herë që përdoret në një platformë, këtu korrupsioni rritet. Pra këtu korrupsioni nuk ulet. Pra zoti Rama i thot atyre në bez, hajde në bez, dhe ti shikojnë që Ermal Beqiri, për shembull, që u arrestua tashmë, merr akoma tendera nga Akshi. Pra këtu ku është besa këtu? Do thuash që janë anë procedurale. Ne kaq e njohim Shqipërinë, edhe shqiptarët e dinë se nuk është vetëm kaq procedurë. Ne mund të bëjmë sikur ne jetojmë, domethënë se duket edhe shqiptarët kur na dëgjojnë ndonjëherë thonë, ore këta që janë në studio, dinë ç'a ndodh tu në Shqipëri, se kur themi na njëne jo janë procedurale, jo janë ligjore, dhe ata e dinë shumë mirë. Se si funksionon në përditshmërinë e tyre. Përditshmërinë e tyre sepse janë hallet e tyre që nuk i lënë dhe i prekin dhe e dinë mjaft mirë realitetin. E të dëgjojmë që do thotë sot për besën pas pak minutash, por përfund Ermal, kemi një periudhë gushti që pjesa më e madhe e politikës do të pushojë, parlamenti po ashtu, qeveria edhe opozita na pret shtatorin me gjas sheshi do vazhdoj të jetë ai me protestën që nuk do ndalet sipas organizatorëve. Në shtator do të kemi Ramën sërish kryeministër, Berishën në opozitë dhe sheshin me njerëz. Deri ku shkon sheshi? Unë mendoj që sheshi do të shkojë dhe do të ketë sukses qofse aty prevalohet që të flitet për problemet reale që ka xhepi i tyre në rast parë. Që si vjen zgjidhja. Pra, në fillim ti fol për problemet e tua. Pra, siç thash unë që ore po na vjen ujë, s'kemi ujë në orën 12 se na ikën, po s'kemi depozita. Secili prej atyre të flasë si ka mundësi në xhepin e tyre kam pak lek, si ka mundësi që kur vete një shërbim duhet paguaj, si ka mundësi që ditë pas dite këtu çmimet rriten dhe nuk ka një logjik treku, dhe duhet flasë si ka mundësi që shporta e ditës është bërë shumë e shtrenjtë. Dhe të flasë për problematika që secili nga këndvështrimi vet. Një inxhinier, një ekonomist, një jurist, një gazetar që të flasë për lirinë e fjalës dhe të vjen aty me fëmijët. Pra, të vjen me nipri, me mbesa, me djem, me miq, me shok, siç vetë edhe unë është si qytetar. Nuk e dua dhunën, nuk jam njeri që e ushqej dhunën.
Dhe në këtë kontekst mendoj që ajo protestë do të ketë sukses. Por mendoj që mbi të gjitha aty duhet folur edhe për shtetin e së drejtës. Nëse Shqipëria është sot ku është me këto problematika, është sepse ky vend nuk ka pasur kurrë shtet së drejtës. Dhe kur flas shtet së drejtës që të prevaloj ligji. Pra, jo ata që ushtrojnë ligjin kanë frikë nga politikanët, por politikanët kanë frikë nga ligji dhe ligji të jetë i barabartë si për mua, si për ty. Edhe për atë që është ministër, kryeministër dhe kryetar partie. Kuptohet që ka do të thoja instrumenta ku në disa momente ata nuk janë barabartë si ne, dhe ne duhet ja u themi qytetarëve shqiptar sepse kanë mandat politik, por mbi problematika të caktuar që janë problemet e pronave, problemet që lidhen drejt për drejt edhe me çështjet që zgjasin me 10 vite, aty do duhet të jenë më shteti së drejtës duhet veprojë më mirë. Kështu që në këtë kontekst, nëse ajo protestë ofron zgjidhje për këto problematika, do të flasë për këto, do të ketë një sukses. Por mbi të gjitha, unë mendoj që nga shtatori në vazhdim, unë mendoj që kryefjala do të jetë SPAK-u. Pra, ne po shikojmë edhe mënyrën se si SPAK po vepron, është që po mbledh përsëri informacione, po mbledh përsëri të dhëna. Dhe në këtë vend që ne e dim shumë mirë se si u shkatrua shteti shqiptar për të ndërtuar pushteti personal i çdo aktori politik, po gërmove thellë, është e sigurt që do të gjesh shenja. Dhe ato shenja kanë për t'i fundosur dhe kanë për t'i marrë qatë se cilin prej këtyre aktorëve politik, të cilët kanë futur duart në xhepin e shqiptarëve, në taksat e shqiptarëve. Ermal Veçi, faleminderit shumë që ishe me mua, faleminderit për analizën që ndam edhe pushime të mbara. Kam kënaqësi edhe gjithë mirat. Falenderoj shumë.